Dhe do të udhtojmë nga Shkodra. Ku do të shkojmë? Do marrim avionin. Jam gati. Me që ti nuk më çove në Spanjë, unë do shkoj në Itali. Në fakt, mor një ftesë shumë të bukur. Nga malsorët e Malësisë Madhe në Itali, që janë emigrantë prej shumë vitesh, nga zoti Gjergj Pjetër Ndrejaj, i cili organizoi së bashku me bashortën e tij Gjada, bashortja e tij ishte italiane, u befasova, po kishin një harmoni fantastike. Ajo kishte mësuar të gjitha traditat shqiptare. A kishte mësuar të fliste shqip? Disa përpjekje të vogla, por ende jo. Po mirë që ka mësuar traditat. Megjithatë, të gjitha traditat dhe më bëri shumë përshtypje kjo gjë. Si çift kanë marrë përsipër organizimin për herë të parë të sofrës së Malësisë në varrezet e Italisë dhe sofra e parë e Malësisë e organizuar në Itali. Sa bukur, një iniciativë e madhe në fakt. Pastaj Italia këtu është, ne morëm avionin, shkuam në datën 14, u kthyem në datën 15. Kaq pak qëndruam? Po kaq pak qëndruam sepse angazhimet e emisionit janë të shumta. Vetëm të thoja i bënojla të gjitha. E thoja dot unë? Jo, nuk e thoja. Do të vija këtu të ndihmoja Noela, nuk e thoja dot. Megjithatë le të japim një përmbledhje të sofrës për këshërinë e të gjitha atyre që duan të dinë se si organizohen sofrat nga emigrantët kur ata ndodhen larg atë dheut. Ndjekim materialin. Mbrëma dhe mirë se u bashkuam në sofrën e Malësisë. Sofrë e cila organizohet për herë të parë, jo vetëm në Varese, por dhe në Itali. Unë do ta quaj një ngjarje shumë të rëndësishme, sepse nuk është gjë e thjeshtë të organizohen aktivitete të këtyre përmasave. Para së gjithash do vullnet, do dëshirë, po do edhe unitetin tuaj. Vetë fjala sofra e Malësisë është një gjë shumë e madhe. Sofrën e Malësisë nuk është e emja, po është e secilit prej jush që jeni këto, vend vogël, kena ba sofrën e madhe. Kështu që unë falenderoj nga zemra, e sot kam kuptu se leku para kësaj sofre nuk është asnjë gjë. Por shoqëria e mirë ban me ba një gjë kaq bujare, kaq të madhe, siç është sofra e Malësisë. Gjergj Pjetër Ndrejaj është lodhur mjaft.
fillim, para se të fillonte sofra e Malësisë, që Gjergji ka pasur një bashkëpunëtore shumë të aftë, krau i djathtë i tij. Dhe është Gjada, ai nuk e fsheu faktin që bashortja është italiane, por që i ka mësuar traditat e bukura shqiptare. E përshëndesim Gjadën, e përgëzojmë për punën shumë të mirë. Ai pëlqeu sofra, dua ditë Gjadën, vedi e kënaqur nga angazhimi i saj. La sofra malsisa apo jo? Ah, bellissimo, bellissimo. Una bella esperienza. Bukur, shumë bukur. Quale cose ti hanno piaciuto di più? Tutto. Sot e pash që angazhoj me fëmijët e vegjël. Po tash- Më pëlqen se është nënë e përkushtuar. Edhe të ndihmon, edhe nënë e shkëlqyer, edhe kinge për të parë. Një syf shumë i bukur. Faleminderit. Më jep një përshtypje se të duk sofra në fund. Mua më duk fantastike, mrekullueshme, kishte një alegri, një pjesëmarrje deri në momentet e fundit. U desh si themi ne njerëzve ikni tani, ik se erdhi data 15. Unë e kam organizu vetë me bashortën, kështu që rëndësi ka se si duket njerëzve. Unë shpresoj që ka shku gjithçka mirë, e njerëzit janë të kënaqur, sa do pak me kulturën tonë malësore. Pa ma sot unë të përgëzoj super sofer. Jemi kënaqur gjithë. Gëzuar. Faccio tanti auguri a tutti gli albanesi. Per Sofra Malësi. Ju përshëndes gjithëve, faleminderit që morët pjesë. Një vit i mbar për ju, për familjen tuaj dhe të shihemi në qershor të festa e çobanit. No, Do mblidhemi në Bog, takimi radhës është në Bog. Boga, Gzimolaj do të na mleu prapë. Faleminderit. Barësi. Gjithë ato, Sukses. shumë faleminderit.